Rath pak. Ti je off, ne të tre jemi on. Je mërë falë edhe ti nuk dëgjohesh. I keni marrë rogë. Atëherë, unë jam iftuari juaj. Mirë se erdhe në emisionin top. A keni mundësi me më njoftu pak a shumë lidhje me... Gani, mirë se erdhe në emisionin top. Mirë se gjeta. Shqip folda, shqip skuptona. Faleminderit, jemi privilegjuar. Jemi të kënaqur që pranove ftesën tonë. Qa është kjo muhabet i ri? Edhe po mos pranoje do ftonim dikë tjetër gjithsesi. Ka marrë postur bëmë. Vazhdojmë. Gani, si po shihoni eksperiencën e fermë? A do të më përgjigj sinqerisht se... Ne kemi ardhur për sinqerisht. A do të kuptojmë është pikë pyetje se është edhe vetë titulli i emisionit që shqip folda, shqip skuptona. Je përgjigje si duash ti, ore, ne, mirë, do ishte... Atëherë fermën përshjej momentin, ambientin e gjithë shka tjetër për pos njerëzë. Kështu që në zëmi me pak fjallë. Edhe bukurinë e natyrës kam fillu me zbe disa nga fermet. Natyra ka energji pozitive, po... Më konkretisht cilët fermer? Nuk preferoj me folë me emrat. S'ka sinqeritet këtu. Gani, sa pore kontradit me atë që the. One jam i ftuar juaj dhe one ndoj atë që mendoj që duhet me ndo me juaj. Po, pa tjetër. Një pyetje, a është një fermer këtu brenda që ti mendon që kur do dali, domethënë, se nuk po duroj dot më? Okej. Po, ka. Ka shumë prej ty, ne? Jo shumë, po... Kush do doje ti i pari që do dilte? Kush do që del për i shpi, për fermës, sinqerisht ka për mungu, jam i lumtur që... Ja, filloj është nderuar respektuar. Akoma aspekti diplomatik i të folurit. Sinqerisht për të më tash, si do që të quni, në botën e jashtë me e kuptoni pëse për e thamë këto sot, ka me mungu kush do që del nesër, ose javë më vazhdem, po me dëshirë do doja të dilte Big Basta. Arsyeja? Pavarësisht që du shumë, e respektoj edhe këta punën dhe atë vlerat e veta si artist. Mirë, po, këtu nuk jëmë të pone... E du shumë, po du dalë. Po nuk do mënë që se du nëse menoj që duhet me dalë prej lojës, jo prej Tiranës. Gani? Arsyeja është që nuk ma mërmenja që... Ngam, i pas 2 euro në gjepë, e mësë ma qitë një kafe rënë. A e ko një diapazon gjanë. Edhe perun, do më dhe, për rezervohet, me gabu muj, me gabu kretë, edhe mund me nga kushtu një fjallë e jonja me jetë. Po fukarojës s'ki shka prit, kurse ka, nuk e ka, po me pas qashtë shumë bagajë, edhe mësë me dhonë kur gjë, nuk ma mërmene që du të me nejnë firmë. Po shka perun atë eksperiencë që ke galu e, atë që mund është me ndo bashkë me neve, nuk i në orë me nejtë. Mësë me ditë kush i për të modë nuk ta nejtë. Se thoi lese budal, po djalli ka kalu 20 vjetë karierë, edhe jetën private që ka, besoj që ka shumë rena bastës, po mungesën besimit e ka penalizuar. A nuk me do t'i që a i thjesht përzjet personat? Ajo është çështjetia, unë prapë e duhe respektoj, arsuja pëse unë e nëzjora kokë në kokë, është një prej arsujeve kjo se besoj po kuptome. Nuri? Që mos e leje Nurin si fermer që të dilte në nominim? Pa tjetër që po. A është e vërtet që ti i le hapësirë Nurit që të fitoj? Dhe nuk të tove drejt fitores? Apo ishte thjesht për t'i dhëmë pik vetës që je një njeri që i respekton femrat? Unë respektoj gjithë qajnë e respektoj. Prej fëmijës dhe i të plaku. Po nuk është krejt loj kjo format. Ma shumë ka anë njërzorës e loj. A më Gani tani se nuk do dilte Nuri me luft në terren me të nominuarit, thjesht do ishin votat të publikut. Ti e konë me shpind, ka në nuk e mujtë me po reagimin, që në gatin komi më që mi thonë zgjë dhe mu. Po? Kjo vesh me pështu prej... Po, këtë më do të këtoj dhe unë, se di ishe një gjithër me mua. Edhe u mëndova kishe po luj, po në realisht prej fillimit të njësa mjallë shumë. Edhe për njarës që i respektojnë edhe në jove në vazhdim hingër shumë prapë. Nëse shëtë arsyshme për një individ. Kështu që ka qenë me dëshirë edhe me vullnet ajo pjesë. Është të vërtet që akum që. Okej, urime për atë, është vërtet gjithë. Faleminderit. I mirë, për t'u vlerësu. Me kë do kishe dashë që drojët e fakirit 3 ditë si sfid për veten? Me Silvanën.
Arsyeja përse. Arsyeja pse veç atë nuk kom pas fotin me taku asnjëherë. Po nga personat që janë këtu, që do shifje si sfidë për veten, të qëndrojë me atë person 3 ditë të fakirët. Po, me kësë dhe kishë Dhe arsyeja. Çdo njeri që sjell energji pozitive për pas një 4 ose 5. Një person. Një person që kisha dashur. Po. Dhe arsyeja pse? Mos vallësh Esteri? Po. A mendon që ndikon fakti që Ester është si sozia e ishit tënd për t'u afruar me Ester akoma më shumë? Ka ndiku shumë në aspektin Çfarë aspekti? e lojës. E dihet i limi këtu? Në anën pozitive. Në anën pozitive, si, ma sqaro pak më shumë. Ju lutem pak vëmendje. Se Limi nuk e di këtë gjë, Atëherë ishi i... pendoj me Limin. Është sozia ime. Ja, e thot vetë O, Gali. e thot... Sozia për pamje apo karakter? Pami. Pami. Pami për sozia. Po me se karakteru s'kam pas mundësi me ti mrena një muj. Po. 3 javë se më botë plot ata, shta mund një apo vetë të rafsh. Ka jashtë zakonisht në gjashmëri. Edhe pikat këtë në hundi ka të njëjta, edhe këtë ndamjën e ka kështu, po mbi gjitha është dhe... Pa ta vija ta në Shtefaqet? Për një muj? Po, kjo ka nesër e ka pas edhe ditë marët. Në çfarë aspekti ka ndikuar afroditeti? Edhe kjo ja uroj, Se sa po e the, po Nuk kom nuk e pas... shpreh tamam. Çfarë aspekti pozitiv? Po mbi gjitha Esteri është një njeri pozitiv. Edhe me ato që një në ato në përgjithësi, edhe në botën e jashtë me rri. Apo këpëtan? Nuk më le përshtypje fakti që ka menoj tjertë ose që ka flasin. Une, për dërisa me mu është okej, të une ke teoritë e tjerëve bim poshtë. Ama Esteri, u ka një shtyllë plus. Okej. Kush mendoj që do më shumë në firë? Nuk e di. Për dërisa ke pas qasje me gjithë. Nuk e di. Qëra, kjo prej anës ta më kone domosdoshme me pas afërmitat me krejt. Gabimi maj madh është se dillë më konë. Jo, zemra se kemi... Thank you! Kena sponsort. Dillë më konë... Emisionit. Dillë më konë së në nëzënë krejt është një prej sa në matë postura që një person mund me menu që mund më konë një... Ti vetë ke thënë që je njëri detajist, i vërët detajet. Nga gjithë detajet që i ke vërejt, gjatë gjithë kësaj periude, kush pendon që pavarësisht faktit se që ka ndodhë debate, situata, kush ke mendu se realisht ka vlerësu shumë në aspekt human, në nivel human, për te lojës? Po, konstante kom pas me Limin, edhe pse në ata ku për arpar, për kujna kom prit mas shumë ti, që kom hongër bejage, ma shumë se 5 kila krëp me atë person, edhe kom rujt në botën e jashme, më ka shgërnyu fatkeqësisht. Kush nga ky Si ishte person? kjo shpreha se kuptova, kam e vërtet. Zamër, Që nga një person të mrenda që ajo është gënjë. të na në Kosovë sojnë pa e hongër 5 kg krëp, me një person kur nuk e nje. Me një person këtë që është, unë i kom hongër ma shumë se 5. Kush është aty personi? Unë e di kush është. Nejse tash, Unë se di. mundi me dit nuk është shumë me shtirë. Unë se di. Kush është? Pa po tash kom fillu edhe më zhgënjë, po... Pse po zhgënjesh ti nga Big Mama? Jo nuk zhgëngam, nuk zhgënjë edhe adi qysh, në për të flasë, kur e një dikon shumë gjatë, është më ndryshe, se mrena lojës nuk zhgënjina prej kërkojna. Se këtu do me thonë vetë fakti që jemi me një eksperiment social, me një reality show, mos me në që ka me të favorizu dikush. Për kondraze. Po jënë dhe rrethona tjera që kanë ardhë me një Unë kam edhe dyshimet e mia që ju ndoshta kuptoheni sy në sy, njëri me tjetrin, dhe për të krijuar situata bëni sikur zhgënjeheni që të lini situata debati njëri me tjetrin. Jo, vetëm sinqerisht, çfarë tjetë e barit del vetëm, muj me luq. Çto më ke thirrë në emision, është si mbotën e jashtme. Çto po të përgjigj se kur vjen në emision, Apo kupton, nuk të po të përgjigj nga si visari, si gania i shtëpisë. Po, prandaj edhe ne po të pyesim. Kështu që çdo pyetje që është nuk ka të bëjë me lojën. As nuk ka të bëjë me një diçka. Ne tani emisionin e trajtojmë edhe në lojë edhe në jetë. Tani ka faza e firmës. Pyetjet që janë më shumë për rreth jetës, sepse këto i takojnë Luanës edhe produksionit dhe diqës. Po, mirë, pra ne tani bisedojmë kështu se brenda aty në shtëpi kena shumë prezencë. Dhe këtu jemi pak më privat.
Edhe diskutojmë fjala si kur kemi dalë në kafe, jashtë shtëpisë. Një pyetje nga jeta jote personale. A do ishte mundur ndoshta nëse ai personi, ish personi që ke pasur në jetën tënde do të thoshte që të ktheheshit bashkë, a do ishe i gatshëm, a do pranoja apo nuk? Ky ka thënë jo. Për të vërtetës shpirti jam, çdo përgjigje që kthehet mrena sekondave, mendoj që është e gabuar se kur vendos me një pjesë tjetës që ke kalu edhe që kishëm kujtime për aton, të vynë me hapë mendjen edhe me mendu mirë. Saj për këtë asoj që ka mujë me thonë, është një person që ka me gëzu respektin tëmë, sot është jetë atë jam. Unë e kom thonë edhe po e përsëris prapë që familja jam kur ka pas nevojë mas shumë ti, edhe pse na jena ndarë realisht me atë qikë, ajo ka ardhë ka nejtë me nonën tamë 2 ditë e 2 natë të kryti ka nejtë, edhe pse na jena konë ndarë. Konë një për momente ma që tira në historitë familjes tamë, ajo ka bërë. Pse u dorëzove? Pse u dorëzove? Nga kjo mu më lën të do të kuptuar që Ganiu ndoshta ka bërë një gabim shumë të madh kundrejt asaj, është e vërtetë apo jo? Nuk është që ka dalë Është e vërtetë apo jo? Do dëgjoj se pyetje po bëj, është e vërtetë apo jo? Gabimi është jami. Gania dhe moni ka pas fajt, nuk ka pas trazi, ju betona pasha që të bere qëtë. Për një vjetë se më konë me ta, kom pas mundësi qëto sidomos influence, hama me artes të lake. Se shumica që aty të du në për kom të kalojnë. Korë njëtë nuk e kom dhonë genin për shkurgju. Po, kom bu një gabim që më ka përsërit shumë shpesh, a unë kom bu personalisht dëmë vetet. Edhe më ka lutë, Unë s'kom ndryshu në atë aspekt, edhe që kjo më mërmene që ka largu për me. Je i lirshëm që të ndash me në këtë lloj gabimi, apo kufizosh për ta thënë? Kush e kupton, e kupton. E kuptoj, mama. Jo të lutë, mama, kështu që një mirë njësë që kom pasë në këra një njëri tillë, ajo kon krau i majtë dhe i djathë, edhe nëse po më në këto momente, e përshëndes shumë, për kundrazit. Jesh me sazin të ndë. 85 ditë kom pasë majicën, 85 ditë kom pasë majicën që ma ka ble, kom kujtimin ashta. E kom pasë një aspekt në formate tjera, 85 ditë, kom pasë mundësi me kriju edhe lidhjen ashta, po nuk e kom bo për respekt, edhe kom premtu që një vjetë mas ndarjes nuk kom e hin lidhje. Edhe kom majtë premtimin, po që tash së po kopë në kërkush. Aj se si ditë fatë. Kjo është Këtë majtë e ke edhe të ky format? Kjo sinqeri, ja. Qa pas ka ndodhur me majtën? Majtën e ka shky një njëri si te e ngjajshme. Si unë e gjajshme? Ma ka shky në format edhe nuk kom e folë korë. Nga Pas prekë ka kom bove edhe për ma shumë shumë. gabum. I ka shfrydzu për loj, për nuk ka problem. Kështu i ka jeta. është mirë me kuptu gjithmonë, ma herë para se me ndodhë, se kur të ndodhë, besoj që është vonë. Po... Qa do bësh kur dalësh nga kjo fermë? Urna. Qa do bësh, kene një plan artistik kur dalësh nga ferma? Po, zamërëne, unë e kom diskutu, nëse s'po punoj bezdes shumë se ne kom diskutu me disa banorë që ishin e projekte që e kom fillu veç, po të pos parasysh që kom veç nivelin e politikës, showbizit, mësafer, nuk e poshtë arsyshme mas e mor aftesën për të me njës, me fillu 5 epizoda dhe hajtë të ndërprej, tani e vazhdoj. Edhe e diskutova me krejt e bashkëpunëtorët, me stafin, pashën e po shkaj, thash, në fermë, kur dalmi për fermës, thash, muj me vazhdu, se nuk u të zënë më ndërpresë është format serios. është show, po është serios, dësë në bënë në 5 epizoda, nale, nësja, kështu që është i gatshëm. Dhe besoj se rast se fiton të çmimin, do të ndihmon të shumë këtë drejtim, apo jo? Apo e ke nda mendje të çmimin të shfrytëzosh për diçka tjetër? Çmimi, jo, thëmë sinqerisht, krejt këna orë për para, këtë kemë nevojë dhe edhe 1 milionerit, mi thonë, api dëmë një 100.000 euro. Sa më shumë kesh, aq më mirë, bëm. Krymë punë, po. Unë e kam një jetë mesatare, apo edhe nuk e që kam shumë, me ditë, që ato që i kam, bëj për familje shumë, edhe nëse sfitoj, është e rëndësishme me dollë faqe borë dhe me smeloni një ollë dzese, kjo ka, kjo, për thëmë, në ditën e parë që mi, këmë thonë që për 100.000 euro njerës, bujnë doma me miliarda. Kjo është edhe rëzikshme, është e rëndësishme me kuptu nëse gabon,
Për dallon tash për isha gabimit. Se njerëz jemi, o që të mos me gabu është e pa mundër. Unë në botën e jashtë me o marrë shambull gjithë i dhamë, mi hapë që kamerën për shtodën sa pa dena kësham, vete nuk e njefni që keni folë para dite. Po normalisht, njerëz jemi, gabime. Po edhe ata që na shofin, besoj që na arsyetojnë se që e ka nisë reality show-in me po pineve, kuptojnë që nga rkesa e gjitha këto vinë. Na falqin mirë, mos na falqin hajt, mare. O, një pyetje për Lime, se të lam kështu. Jo më shka që gjë, unë thjesht për ju në djekë. A, do ishe i gatshëm të martohesh edhe njërë për dytë? Do më thëmë të vazhdojë një jetë të re. S'kam qene e më të statu. A, nuk e martuar shumë Jo, status, do më kom qenë thëmë? Si shka gjëra të Facebook, beqar, i martuar, i kompliku. Bashkjetu në fakt. Ose më sakta do ishe i gatshëm bashkjetosh prapë. Dhe të krijosh familje. është të ndodh ajo. Ajo po Për ndodh të krijuar tani. familje. Po pa tjetër, edhe kur jam nda me ish partnere, nuk pa tjetër që kom bashkjetu. Oke, po, për A ditë. do të bashkjetoje Jo, tani për me ditë, dikë po për të krijuar familje? Me një person, me 2 dhe 3. So kom 8 vjetë që nuk jam monat lidhë. Tani bojnë 9. Super. A do të bashkjetoje me dikë për të krijuar edhe familje? Po ajo është synimi. Apo pret akoma? Synimi bashkjetesës. Ajde, po menojnë për të mirë tani. Tani e dim që ka edhe nga këta bashkjetesat kalipdare. Sa Ja, ato quhen one night stand. shpesh takohesh me djalin? Në fillim kom neti një 4 vjetë pa e taku fare. Përse këtë Vetëm vitin e video call? funit e kom taku 2 herë në vit. Për vitri dhe për verë. Nga që atë distanca bën vetën edhe sistemi i jetës. Janë me punë, është në shkollë. Unë me punë tjera dhe ka njerë nuk përputhen koha. Po gjithmonë kur ka pushime, së që janë vera dhe viti i ri, përpiqemi gjejmë paktën pak ditë që të ndajmë. Super. Shumë nice. Çfarë bësh? Kjo është jeta. Po duhet me marrë me sportivitet. Si u bëre kaq shumë i famshëm ti? Ç'a ndodhi me ty? Se unë nuk njifja personalisht, po normalisht që nga TikToku dha. TikToku ka 2 vjetë, nësë jam 2 vjetë. Moj, për çfarë është bëj famshëm lirë TikTok, se gjithë po e thuajnë këtë fjalë, se s'kam pasi gjë. E shofer se këtu nuk mendoj që mund ta komentojmë dot shumë. Ka dhënë ndonjë deklarata, apo çfarë ka Ma bërë? janë shokët e mi, rrethë jam i ngusht, rrethë jam që kanë kena nisë njëri me tjetrin, Po. ata janë bëjë yje TikTokës. E Jo kuptoj. vesh një, janë disa prej tyne. Emra mu unë nuk- përmendim që ta kuptoj për Unë nuk këmbë jam fjalë. përfshi në TikTok. Po. Do me thonë, ata kanë përfshi muhabetet e mija. Dhe kanë dalë muhabetet mijat. Çfarë muhabetesh për shembull Nuk ka dalë? diskuton tash. Shumë po Edhe them nuk diskutoj. Për Çfarë derisa muhabetesh nuk pas ka ndodh. qenë këta përderisa nuk diskutohet, se u bëra shumë kurioze. Mua duket kështu. sigur ti mund ta kesh dëgjuar, po bën kështu tani që Për do ta zotin, jo. Kështu. Tani gjithë e veni ndyshim, po sinqerisht as nuk e vuajt gënjin këtë dritim. Rrjetet sociale, unë edhe në momentin që janë bërë përderisa fytyrë nuk- publike, vetëm ja fut me postu edhe kaq, asnjë gjë tjetër. As nuk e kam ndjek fare TikToku, se s'kam pas fare kohë me ndjek rrjetet sociale. Linke. Mirë. Unë në bile, Që- në atë kohë isha, kom pas edhe një marrëdhënie pak më shumë se sa one night stand me i gocë. E vite më thotë, ore, që këta muhabete e keme vërdet. Po që ato më zemë të shës. Mos vallë këta muhabete pas ka lidhje me shumë femra. Jo, Përderisa që ka çuditë edhe vajza tjetër. Normal që E, të femra. përderisa Edhe me shok. përderisa nuk Çfarë thot kjo? ndon tjetri, respektoje se Po ky muhabeti ka dalë nga ti apo? Wasa po çuditem tani. Që janë aty vetë, njëri tjetrin. Agaja ka mundësi vetëm 2 minuta pa mikrofon të marrë vesh muhabeti, se përderisa nuk e shprehin dot këto. Jo, s'është. është mirë mos me diskutu këto Jo, çështje se unë janë pyesa parë. tjetër gjë, unë nuk e pyes. Po unë as nuk e di se për çfarë bëhet fjalë. Është hera parë që po e dëgjoj. Po të kuptoj, po të kuptoj, përderisa nuk Edhe ke normalisht që bëhem kurioze. Apo ki ko, po pre deli kështu jashtë. E nuk bën. Wow. Nuk bën Çfarë çfarë. mund të shoh nga kjo gjë? Se s'po. Po, Sa mendon ti se dhe Alba është bërë meme me audion tënde? Me audio. Çfarë audio pas ka më ky? Ja për ne me të sigur. Çfarë është ajo audio? Mund ta tregoni? Meme. Është për mirë. Si na qënë sa pasët, Fredike, kam bo seksat aty, të natën.
Gjekë në atë gjorë sa bashkë. Po. Kur ishim në pesë. Po, a i netet pas bashkëta në e vazhë. A i zhut ditë ke qërë. Që erdhe që kaloj nga kërvajtë dhe tha, është divi magina. Mu mërë, e ke që një muzikë dvorë, janë rova, që dash, e shkon, ishë roto e ngupë i shkon, ishte të bukë davë. E tja kom që kapitaltin. Veç kur që tha për qëtë jetë, e fundit tha që ma prek sintin, u kryllë. Harojat zemër. E më vazhdon kjo, i bie... Jeta pra vazhdon. Zogu? Iku. Seriozisht? Kujtimet me vinë pas. Ja më mos ishte në i kështu lule. Lulien. Që ka me falë? Bloki marketingu ta shka në televizionet. Është e vesh publicitet, ama. Ini na e natural.